Jemi rikthyer sërish në studion e Ping Pong me kolegun tim I cili më kundërshton absolutisht për çdo gjë dhe këtë e bën nga smira, nga mlefi, nga inati. Dhe këtë e bën sepse është kundërshtar I kësaj toke ku u lind, ku u rrit, ku nuk ja don të mirën, apo jo koleg? Sigurisht që jo. Çfarë të thanu bu? Çfarë thumë? Pse kundërshton çdo gjë? Për shembull, unë them që operacionet plastike janë të mira sepse vijnë nga perëndimi, ta them prapë ty këtë. Ashtu a? Po, dhe ti çdo gjë që vjen nga perëndimi, ti e kundërshton pa dëgjuar herë se ç'a është. Mirë, të pyesi diçka? Po. Ti vet, a ke ndonjë operacion plastik? Ke bën ndonjë operacion plastik? Unë jo. Jo, Jo, pse duhet me bënë operacion plastik? E mira këtyre operacioneve është rikuperimi I pjesëve të trupit. Për shembull, jo të tani bojnë ndërhyrjet estetike thjesht mu duk bukur. Dikush e ka edhe me hallat mund. Për shembull, dikush mund të ketë psu djegje, mund të ketë psu aksident, mund të ketë psu deformime, mund të ketë lind me këto gjëra. Ashtu a? Po si? Po më fal, për aksidentet, Po. nuk përfshin operacionet plastike. Po jo, po dikush në aksident mund të ketë thyhunën, mund të ketë vrarë veshin, mund të ketë dëmtu pjesë të fytyrës, edhe ato I rregullohen me operacione plastike. Dakord. Ku është e keqja këtu më burr? O djalë, a ka mundësi se ti e ke si detyrë tonën për me dal kundra ligjeve të natyrës? Në rregull? Pa. Ti do me dal kundra ligjeve të natyrës. A e kupton që operacionet plastike janë të rrezikshme për trupin e njeriut, sepse mund të krijojnë gjakderdhje, mund të krijojnë infeksione, mund të krijojnë komplikacione, qoftë edhe nga ana e anestezisë. E dinti se si mund të dalin pacienti pasi del nga anestezia? Jo. Për një operacion plastik? Si del? Gjytërëm. Ti ka me dal? Po sigurisht. Po sigurisht, sepse ndikon direkt në hipotalamus. A din ti në ku? Hipotalamus. Ç'është është hipotalamus? Trun. Po ku I ke mësuti? Fal, po ku u bole kaq I suti? A thu se si ti ai çishën buntot por? Kam lexuar më shumë. Ke ardhi përgatitëm sot, e? Po, unë lexoj më koleg. A din ti pra se këto operacionet plastike bëhen edhe për përmirësimin e funksionit trupor? Për shembull, dikush që bën hundën operacion, nuk e bën vetëm si çështje estetike, por e bën edhe për me ndihmu për frymëmarrje, se mund të ketë pas probleme I dashur koleg. Nuk e bën të ton vetëm për çef, hajt se po duken a bukur. Dikush ka komplikacione, ku ta diun. Ashtu, ha? Po ti mendon që çdo person që hin për me bëu operacion plastik hundën del ashtu siç don ai? Po si del? Po mirë, ai ke pati këto. Ata merr mendja ty që këto njerëz të cilët bëjnë operacion plastik hundën, a duken pak si njerëz si silikon? A duke njerëz që më bën mja prek pak hundën I shkan lirshëm? Fal, a mund ta di se pse po ja prek ti pak hundën? A ke qefti me ta prek dikush pak hundën? Jo, Maria, po më bën mja prek hundën kështu, flas kuptimin e mirë të fjalës, mja prek hundën kështu. Duke sigurisht të prek silikon. Mja kap hundën ty nevojave që thuti demek se masi u martuam na po marton edhe po I kapim për hundën demek për fat, thuti. Me hundën dorë thuti. Po, jo Maria. Po s'ke punë më kap hundën te I morra. Çajini çumër me bë operacione plastike kështu më. Një anë shumë e mirë e operacioneve plastike është edhe rritja vetbesimit, rritja mirëqenies psikologjike. Dikush njihet mirë që e ka bën një ndërhyrje, po supozojmë te busta, te mollcet, te huna, te veshta, te pjesë tjera trupore, pa rëndësi ka, po I rritet vetbesimi, shihet pasqyrë, I pëlqen vetja, e merr jetën pozitivisht, I duket jeta me ngjyrë, po si? Ashtu, Po mirë ti, a ke menduar këtë tjetrën që jo të gjithë pacientët, por një pjesë e madhe e pacientëve të cilët bëjnë operacione plastike, a e ke menduar ndonjëherë që është duke I përkeqësu ekonominë e tyre? A e ke pasë sa shumë janë rritë çmimet në këto operacione plastike? Po. A e ke pasë shumë njerëz marrin kredi për me bëjë një operacion plastik? Për me zbukuru vetin. E vërtet, po problemi është a je ti u pagu ti këto lek apo I paguajnë vetë? Jo, nuk jam të ja paguën lek. Po ç'a? Po a çështja për me mujt me rujt edhe I fije ekonominë më burr? Po mirë, a kupton? Po ç'është më kjo kështu? Ekonomi tregut? Një anë tjetër e mirë e këtyre operacioneve plastike është edhe korrigjimi I deformimeve të lindura, sepse dikush mund të ketë lind me deformime në fytyrë, në tipare, në trup. Dhe këto operacione plastike ja rregullojnë defektet. Kaq njihet mirë, pse duhet me kundërshtu ti? Njihet mirë, Po. E po e din që këto persona Po. janë edhe të varur ndaj këtyre operacioneve plastike, sepse kur bajnë operacionin e parë, dojnë me bë dytin. Se krijon varësi, Hajtë se po bëj edhe tretin. Sa bukur po bëj edhe të katërtin. Madje ka edhe për atyre personave të cilët nuk janë të kënaqur me operacionet plastike, E ç'a bajnë? por vazhdojnë bajnë të pestin.
Po, sepse i bëhet kronike. Mirë që i bëhet kronike, por kjo është edhe psikologjike. Ti koleg po thu që një klient që ka bën operacionin e parë, ka kriju varësi, ka bën operacione tjera, pak a shumë po supozoj, që dikush që ka bën hunën operacion, kjo huna re nuk i ka shku me buzën e vjetër. Ka frellë buzën e vjetër. Mirë, po kur ka bën kjo hunën e re dhe buzën e vjetër, nuk i ka shku me veshte e vjetër. Ç'a më bën tash? Ka për ballë veshte e ri. Mirë, po veshte e ri nuk i shkojnë me mollzat. Ç'a më bën? Duhet me ballë mollzat. Edhe kështu thuti bëhet komplet edhe bëhet plastik, bëhet pak a shumë si këto manikinet, si këto që i kena po. Po prapë mor koleg, nuk na takon neve të me i gjyku më, por kanë qefin e vetë njerëzit më. Pse ti duhet me kanë gjithmonë kundër? Kanë drejt njerëzit më u bën si dojnë. Nuk po thot kush nuk ka drejt. Por ka raste që ka herë manikini del shumë më i bukur se sa ai që ka bërë operacione plastike. Mirë, ti për veti, a kishe bën ai operacion plastik? Unë? Jo asnjëherë. Pse po supozojmë kishe pas ti por të keq, po supozojmë, ti kishe pas ti veshte e mlloj. Ai kishe bë operi? Jo asnjëherë. Pse po i bëj? Pse unë duhet me dal jashtë ligjeve të natyrës? Këtë nuk e kuptoj. Po natyra nuk ka vu ligje. Na e kena konceptuar ashtu. Natyra nuk ka thënë kurr, mos i zvoglo vesht, mos i rrit vesht. Për shembull, natyra ka bën elefantin me vesht lloj, po kjo nuk do të thotë se i ka thënë mos i bën vegjël. Prapë do me dal kundër natyrës, Prapë shefet ti e ke këtë manin për me më kundërshtu. Ti e nis me synimin për me më kundërshtu. Ti dan luftë. Ti dan luftë. Ne të bëjmë muhabet. Ti dan luftë, por nëse dan luftë do kesh. A kena thënë se s'do me bë, nuk do me bë debatet. Kena thënë. Para se me hyn studio. Pse? Si e lamë? Po ja tregojmë edhe kamerën. Para se me hyn studio se për herë tu grimo, fote bjer njëri, fote bjer tjetër gjujun, kunguj gjuju, topan raketa. S'ka lezet. Ne do na me debatu këtë herë krejt seriozisht si persona të matën. Për shembull, operacionet plastike ose ndërhyrjet estetike, disa i shohin si zgjidhje. Disa tjerë kundërshtojnë, thotë nuk janë për mua. Dikush njihet mirë me veten. Për shembull, unë njihem mirë me veten. Unë jam dakord që po supozojmë edhe po të kisha shumë lek, leçë si kam po të kisha shumë lek, unë kisha po me bën ai investim. Në biznes po supozojmë. Dikush shef me bën investim në fytyrë. Bukur. Po ti a ke menduar ndonjëherë që mjekësia nga kjo anë për operacionet plastike është kthy në një biznes? A ke menduar ndonjëherë që këto kirurg këty në operacioneve plastike nuk e kanë kthy më këtë zanat si një domosdoshmëri për pacientin, por e kanë kthy në një biznes? Po. Për përfitimet e veta personale. Po. Duke ja bë mendën çorap. Jam dakord me pacientëve. Jam dakord me këtë që thuti, se reklamimi i tepër të ka bë shoqërinë munin pressing edhe jo po shkollët ti e bëni, jo po shisi ke veshte, jo po shisi ke hundën, jo po shisi ke buzën, jo po shisi ke gjoksin, e kuptoj unë si ka po disa gjëra janë edhe të nevojshme për ato që thashun, për ato deformimet që mund të jenë në linje për shembull, ose a din si kanë nis këto, koleg? Këto kanë nis si nevojë rikuperimi mas luftës botnore. Ku u ktheshin ushtarët për shembull gjymtum ose me disa pjesë, ka menu kirurgjia se si me rregullu atë sa kanë mujt në atë kohë. Dhe pastaj këto të tjerë e kanë kthyer në përfitime personale, sikur e the ti. Tesh na musha me anën. Jo, mor koleg, jo. Jo. Këto kanë lind si nevojë e një deformimi të shoqënisë, e shthurjes të shoqënisë. Ose deformimi shoqënisë, po a deformimi huncmor. Jo, mor deformimi, është deformimi këtu. A deformimi këtu. Këtu e keni ju deformimin. Po këto s'bajnë operacion truri, më bajnë operacion vesht. A këtu deformimi nuk është këtu. Jo, në mentalitet. Këtu është deformimi juaj. Edhe pas mban dashje për me vërtit. A morë vesh? Mirë, a ke vënë re ti se ka disa, s'po tham shumë, po ka disa që bojnë ndërhyrje të bukura në fytyrë, bëhen të bukura, marrin famë dhe po supozojmë kanë harxhuar 10.000 operacione dhe me ato operacione nxjerrin 100.000 euro. Jo po reklama, jo po moderime, jo po filma, jo po aktivitete, po si. A shef pra se ka ardhur një pikë ku mjekësia nuk është më mjekësi, por është kthyer në biznes? Për të folur më mirë rreth kësaj teme ose rreth këtyre situatave, kemi ftuar për ta bërë sa më konkrete për ju. Kemi ftuar sonte me ne në studio e blogerin e famshme, influencerin e madhe të rrjeteve sociale, zonjën Silikona Plastiku. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Kënaqësia ime që t'jem në studion tuaj. Kënaqësia është e gjitha imja.
Kemi parë shpesh herë tek profilet tuaja në rrjetet sociale se keni shumë shikueshmëri. Ju bëni shumë reklama, bëni reklama për klinikat dentare, bëni reklama për klinikat e operacioneve plastike, por edhe për sallonet e bukurisë, por edhe për dyqanet për butiqet e rrobave të shteta. Dhe pyetja ime si shqiptar tipike është: sa ke rrogën? Pagesa ime ka një variacion shumë të madh. Varet tek lloji i reklamës, tek produkti që po reklamoj, varet tek klinika që shkoj të reklamoj atë çfarë unë di të bëj më mirë dhe ka variacione të ndryshme. Mund të shkoj minimumi mund të shkoj 2.000 euro vetëm një reklam. Sa shumë marr 2.000 euro për një reklam? Dhe kjo tha minimumi, Minimumi. Po mirë, dakord, po sa reklama banditi? Me që po rrim tek minimumi, minimumi unë bëj 3 reklama. 3 reklama në ditë? Prit 2 sekonda ta llogaristo, 2 sekonda, më fale. Atëherë, teshe 3 reklama në ditë. 2.000 euro, bjen 6.000 euro në ditë. Po. 6.000 euro herë, sa ditë ka java? 7. Po, 6.000 euro herë 7 ditë që ka java, bërës me 2.000 euro në javë? Po, muj, sa ditë ka muj? 30. 31 po 30? 30. Po, alom minimum, 30, po, atëherë, 42.000 euro herë 30, si ka di shumë? 1.260.000 euro në mujtë marë. Sa? Unë këtë llogaris vetëm minimum. Mos fol më shifra, mos fol shifra, sa është i ndjeshëm. Çfarë tha? Po i tu kanë shku lekt më burr. Për atë punë s'na dalin lekt ne tjerë, se na nuk kena gjë me ty, Moje veten. Po e moj veten. Po mirë, tash Po mundohem me kanë pak më kujdesshme. Dakor, më fal, po ç'a ban ti vajzë që je kaq e famshme që të paguajnë kaq shtajt njerëzit? Por ç'a ban ti? Kjo është magjia e operacioneve plastike. Vetëm një herë paguva që t'jem e bukur dhe tani marr pagat vetëm nga bukuria ime. Aman vajzë, lutem, a ka mundësi këto shifrat mos më mi përmend kështu direkt se unë jam tip i nishëm. Ma mirë thuj pak ma me avash ose ma me lezet, ose kishe ba mirë që mas mi përmend hiq. Ti si je tip i nishëm, je tip i mërdhitëm thuj. Jo mërdhitëm. Po mos na ndërhyn pra se i tesh ka hy vajza fiks në temë aty ku na duhet. M'fal, a ki pati ndaj operacion plastik? Faktikisht, unë nuk i quj të gjitha operacione, unë i quj rregullimet vogla estetike. Po, sa lek bajnë këto ndërhymje? Pra përzihesh ti te shifrat ti. Po atra të fik por. M'fal, zënusha e silikoni, m'fal, sa operacione ke bën ti ose më saktë, cilat janë pjesë tuaja natyrale dhe cilat janë pjesë tuaja të bën me operim? Faktikisht unë jam shumë natyrale, 100% natyrale, mund me thonë. Kam ba do rregullimet vogla, sepse ne njerëz jena, më kupton kemi edhe ne defektet tona. Kam ba pak boost, kam ba hunën, kam ba mollzat, kam ba lifting fytyre. Gjithashtu, s'ka shumë që kam ba dhe vetla tatuazh, atë pëlqen? Vetla tatuazh, qa thot kjo më? Ti ke ba ekstremisht pas ke ba tank të ndërhymje. Po ti ke ba ndërhymje gjithkon me, ti e falso kret? Ja, mor shpellar pas thot kjo fjallë. Po janë globalizëm, ka drejt më me bon që doje me jetën e vetëm. Mane, kjo s'ashtë në gjë malëm. Këto janë thjesht ndërhymje estetike. Është njësoj si me çu makinën të servisi edhe me ndru vaja dhe filtra. Kush ja ka ndru me unë, që ja kam ndru tash 4 vjet, ku me i marë paret? Unë kam pështu i herë. Pse? Shqyqyri që s'kam makinë heq. Po, jam kurioz me ditë, se sa lek bajnë këta ndërhymjet estetike? Ja, du me ditë. Po, shumë Moniko, por zote Moniko. Kush është ma shtrajnë të shti? A huna, apo a buza? Po, le Moniko, po qa po përmen hune, me qëra fjalla. Kush është ma shtrajnë? Buza apo huna? Unë edhe për kolegun tanë po tregohem me kujdesshme dhe nuk po përmeni shifra. Faktikisht, operacionet dhe çmimet e tyne variojnë nga vendi se ku e bën operacionin, pra nga klinika, mandej edhe nga komplikacionet që mund kesh për me e bë operacionin, varet e huna dhe të buza jote, se për shembull njëna hun mundet me kushtu më shumë se buzë, ose buzë mundet me kushtu më shumë se njëna hun, pra janë të ndryshme gjanat.
të varjojnë më të çmime thot këtë, ç'a thot këtë tashmë po. Po varet se sa varjojnë, po mos e një gjë më mirë s'po përmendim shifra, po si thuti këto hund, buz, vetlla, sy, mollca, si më kanë të blej speca në pazar. Po mirë tash ti ai çun operacione plastike apo ndërhyrje estetike apo çaj çun ti këto? Shiko, se për mendimin tem, një operacion është vetëm kur keme hek gur prej veshkave, ose kur keme bë një transplant, për shembull transplant zemre, ose kur keme hek apendicitin. Kurse këto janë nivel tjetër. Këta janë thjesht pickimet vogla, paf! Pickimet vogla, Si ka mundësi me bërë gjithë këto shpenzime për mu duk ma bukur? Se qa bëhet në këtë botë? Dakor, po ti vet si person, a njesh ma bukur tesh që e bë operacion, apo ma përpara kur ke 100% bio? Normalisht unë nihem më mirë i tesh. Normalisht, unë kot nuk e kam bë ata operacione, sepse unë ja kam bë hajrin silikonit, me të thënë drejtën. Po, Po. Për shembull, unë nuk kam kohë me mësu notin, se unë nuk e di notin. Edhe kur shkojmë pishina, paf, man silikoni si për ujit, nuk mytem. Po ti shqyqyr që se ke silikonin të mushën me gaz, se ti ishte qukshë nojë është si balon, me. Po, qas në një vesh, më sot. Po të shi bukuria ka sakrifica, me të thënë drejten. Tesh mas operacioneve plastike, a ti sa bukur më dolin selfit, edhe kur postoj story, like, shikime. Plot shikime, mushën, Shikime, sa dush, Për selfie e bën ton këtë marrë rejti. Po shumë për i dhëtë, se me të selfie i ka bojnë një të që tha që rapor 1.260.000 euro. Po shumë për se erotik. Një gjë për bushëm, unë të përmena pa doshje. Po vetë hanë ty, i pije, dejto më burë, dejto, znajmen se ke problem. Sa the? Po le më burë të shti mos pyet për shifra. Ti bane shumë mirë që e theksove vetëm minimumi, sepse unë nuk marrem vetëm me reklama, jo, sigurisht që jo. Unë kam edhe një biznes temin, kam një parukeri estetike, ku nuk është vetëm kryeqytet, nuk ka vetëm Tirana, absolutisht që jo. E kam hapë edhe në qytetet tjera kryesore të Shqipërisë, Vlorë, Shkodër, Durrës, etj. Dhe këtë gjë, Po, vazhdo, këtë gjë, këtë arritje ka që madhore, unë e kam bë pa derdh as një pikë djerës. Pa lexu një libër, një teme, unë kam bë ton këto arritje madhështore. Sa krenare jam për Pa lexu as një libër? As i faqe, pa as i fjalë. Bravo të qoftë. Kjo është arritje e madhe. Pa lexu as një libër me pas 100 biznese. Kjo është arritje e madhe. Bravo të qoftë. Këto biznese a i ke në emër të huj, apo në emërin tënë? Jo, sigurisht që janë tëna me emërin tëmë. Bile edhe me emërin tëmë mund t'i gjeni në Instagram, po t'i kërkoni. Gjithashtu i ka me dokumenta, tëna me dokumenta të regullta, dhe se me shtetin unë i kam punë shumë mirë. Këta që dalin për buk gojet, edhe lagën shi, i plasin në përburgje. Po i kjo është ideja pra më për. Për mos mu lagën shi, i fut marina edhe ju e bukën e gojës, se i kjo burgu, shteti për këto punon. Po që kam dosh me të thonë ty, po si a bën ti me shikueshmërinë, ose a ka raste kur shikueshmëria arrin pikun e vetë? Normalisht që shikueshmëria arrin pikun, sepse unë kam investu për këtë ditë. Biznesin nuk e kam hap kot, çdo gjë e kam perfekt dhe unë nihem e bukur me vedin dhe të tjerët nihen mirë të më pa mu. Qa thume? Pa ta punoj me djerës të balet me. Atyre nuk i del për me kalu javën me rrogën që marrin. Ata, ti edhe ju taveni këtu me rrjetë sociale? Shiko zotni, se ti keke shumë provincial. Unë punoj seriozisht, kam punën teme serioze, kam bizneset e mia, kam profesionin tem. Unë nuk talem me kërkem. Një gjo, zonja blogere, se aq ka kapacitet, aq din, po një gjo, Kina kishte nxjerrë një ligj interesant, që mund preke ty, për shembull. Kina ndalote me ligj, çdo influencer, çdo blogere që s'ka lexu libra, me fol në emisione për tema e cila nuk është diplomume. A të prek ty kjo gjë? Bravo qoftë, bravo qoftë. Kina, këtu a tregu shtet tamam si duhet. Çdo lloj influencerët që nuk ka lexu qoftë një libër në jetën e vet, dhe le flet që ti marrin edhe ti bajnë të marr tan këtë popull.
Unë e kam një diplomë, ju nuk e dini, po unë jam diplomu për shkenca politike me rezultate shumë të larta, gjitha 10, dhe tani fakulteti merret shumë lehtë. Unë mund të hyj në shkollë për gjuhë letërsi, sepse kështu jam e shprehur. Mund të hyj për gjeografi, histori, biokimi, financë, kontabilitet dhe 5 me nga 2 ndarje, unë marrë 10 diploma. Ta po, Shahojni, ka menu mirë vajza, i merë kjo, 10 diploma, Po. Bravo, Rime. Dhe me 10 diplomat blogeres son të famshme, Silikona Plastiku, përcjellim në studio. Faleminderit që ishte me ne, Silikona. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Natësi.